thot qysh është falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në salavatet gjithë lutëm për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, kurse ai salavatet qysh i ka lexuar. E para motër që këshilloj është që emrin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam me shkruajnë të madhe, jo me shkruajnë të vogël, kjo është respekt, edhe emrat e përveçëm në gjuhën shqipe shkruan më të madhe. Allahu na përmirësoft. Pastaj tek pika tjetër, qysh i thut ti salavatet, edhe ai ka thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pashtu edhe pjesën e dytë. Njëjtë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas obligim me ra shahadat. Edhe ai qysh thotë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, edhe ai njëjtë ka thonë, ka dëshmu për vetën e vetë sa është pejgamber, edhe salavatet i ka dërguar, njëjtë sikurse i dërgojmë ne.